Gjykata e lartë ka prishur vendimin e apelit të posaçëm për Blendi Tetën, i dënuar me 25 vite burg për përfshirje në vrasjen e ish policit Santiago Malko më 27 gusht 2019. Vendimi i apelit i dhënë më 14 qershor 2022 u anulua këtë të njëjtën në dhomë këshillimi, duke urdhëruar rishqyrtimin e çështjes me një trup tjetër gjykues. Blendi Teta u akuzua për ndihmën në vrasje, konkretisht për vëzhgimin e lëvizjes së Malkos dhe asistimin e autorëve në atentat. Për këtë ngjarje të rëndë të cilësuar si ekzekutim mafioz, janë akuzuar edhe Leonard Duka, Erlis Duka, Ilir Selmani, Oltian Loga, Fatmir Hyseni, Musaj, Dritan Agaj, Gjoni Nica dhe Elvis Gaçaj. Kush ishte Santiago Malko? Një ish punonjës policie i arrestuar dhe i shpallur në kërkim për shkak të përfshirjes së tij në ngjarjen e 4 tetorit në ish blok, së bashku me mikun e tij Ervis Martinaj, ku mbeti i vrarë një person dhe 2 të tjerë të plagosur. Malko kishte përfunduar kursin për patrullë të përgjithshme dhe ka qenë pjesë e kësaj strukture në policinë e Tiranës për vetëm 3 muaj, nga ku u tërhoq vullnetarisht më 2016. Malko gjithashtu është përfshirë në një konflikt me vëllezërit Edmond dhe Gentian Leshi, 34 e 26 vjeç, ku konflikti dyshohet të ketë ndodhur për shkak të një borxhi të pakthyer. Të dyja palët, edhe vëllezërit edhe ish polici, kanë patur në pronësi lokale bastesh sportive në të njëjtën zonë, por sipas policisë, konflikti kishte ndodhur në lokalin e Edmond Lashit. Mësohet se 2 vëllezërit i kanë pasur borxh një shumë prej 1000 eurosh Santiago Malkos, si ndodhi ngjarja e 27 gushtit 2017. Sikurse është raportuar së koha në njoftimet e policisë, Malko ka qenë duke udhëtuar me një automjet tip BMW X5, kur një furgon me ngjyrë të bardhë i ka zënë prit, e ndërsa 2 persona e qelluan me breshëri Kallashnikovi nga një automjet tip Mercedes-Benz. Ish polici përpasoj ka humbur drejtimin e mjetit, që është përplasur me murin e një lavazhi. Më pas atentatorët janë afruar automjetet të Malkos për të qelluar ish efektivin me plumb në kokë, duke e lënë të vdekur në vend. Pak orë pas ekzekutimit mafioz, në një makinë të djegur në Ferraj, u gjet edhe një armë llojit Kalashnikov, që dyshohet se u përket autorëve.